Në prag të përballjes mes Anglisë dhe Shqipërisë që do të zhvillohet më 21 mars për kualifikueset e Kupës së Botës, gazetari Fatjon Baze zbuloi në një lidhje direkte nga Wembley për emisionin Max Sport në Euronews Albania informacione të vlefshme për këtë sfidë. Baze theksoi se sfida e ardhshme ndaj Shqipërisë do të ketë një vëmendje të veçantë për tifozët anglez për një arsye të rëndësishme: debutimin e trajnerit të ri të treluanëve Thomas Tuchel. Ky moment ka shkaktuar një interes të madh te tifozët për shkak se duan të shohin ndryshimet në mënyrën e lojës të trajnerit të ri. Interesi për këtë ndeshje është jashtëzakonisht i madh jo vetëm nga tifozët, por edhe nga shtypi sportiv. Anglia e sheh këtë ndeshje me Shqipërinë si mundësinë ideale për të nisur ciklin kualifikues me këmbën e mbar dhe për të siguruar 3 pikë të rëndësishme, shpjegoi Baze. Tifozët dhe drejtuesit e Federatës Angleze shpresojnë që ai të sjellë një frymë të re dhe një identitet të ndryshëm për kombëtaren. Pritet që Tuchel të sjellë një stil të ri loje dhe të ngrejë pritshmëritë për sukseset e ardhshme të Anglisë, shtoi Baze. Një tjetër aspekt që do të jetë në vëmendje është lista e lojtarëve që Tuchel do të përzgjedhë për këtë ndeshje dhe për sfidën e ardhshme të Anglisë ndaj Letonisë. Pritet të shohim se si do të përzgjedhë Tuchel lojtarët e tij. Ai ka krijuar një listë të zgjeruar me 55 futbollistë, megjithse janë përhapur shumë spekulime. Tuchel ka qëndruar në Angli për të ndjekur ndeshjet dhe për të komunikuar me lojtarët, theksoi gazetari. Po ashtu Baza theksoi se tifozët shqiptar do të jenë të pranishëm në çdo sektor të stadiumit të Wembleyt, duke krijuar një atmosferë elektrizuese. Stadiumi është plot dhe tifozët shqiptar kanë siguruar një numër të konsiderueshëm biletash. Ata do të jenë të pranishëm në çdo cep të stadiumit, duke valvitur flamët shqiptar dhe duke krijuar një atmosferë fantastike. Pavarësisht diferencave të mundshme në fushë, atmosfera në shkallë do të jetë e jashtëzakonshme. Tifozët shqiptar janë të organizuar dhe kanë gati për të krijuar një ambient që do të mbetet në memorien e të gjithëve, përfundoi Baze.